Plumbi kokë, shishe dhe kaos, shkuan për një gotë, përfunduan të lënduar. Një përleshje brenda një lokali në Pejk ka përfunduar me të shtëna dhe lëndime të disa personave. Sipas dëshmitarëve, konflikti nisi kur viktima dhe shoqëruesit e tij kërkuan të shërbeheshin, por i dyshuari Valon Gashi ka reaguar në mënyrë agresive, duke kërkuar të largohen nga lokali. Filluan fjalosjet. Më pas, situata u tensionua dhe i dyshuari nxori armën dhe qëlloi. Plumbi kaloi mbi kokën e viktimës, por fatmirësisht pa i lënduar askënd. Përveç kërcënimeve, ai para se të largohet nga lokali, e ka goditur viktimën me dorezë arme dhe një person tjetër me shishe birre. Ka dëmtuar xhamat dhe derën e lokalit. Rasti po hetohet për shkaktim rreziku, mbajtje pa leje të armës, kanosje, lëndim trupor dhe dëmtim pasurie, gjersa i dyshuari ndodhet ende në arrati.